Novi Sad, 1 nëntor 2024, në orën 11:52 të paradites, brenda pak sekondash, 16 njerëz humbasin jetën. Një qytet i tërë ndalet, duke u mbledhur rreth familjeve që vuajtën këtë tragjedi, të shkaktuar nga një regjim i ligë autokratik dhe korrupsioni i tij sistematik. Stacioni i trenit u ndërtua nga 2 kompani kineze, si pjesë e projektit hekur udhor Beograd-Budapest. Sot për shkak të atij episodi, një vend i tërë ka ngecur, sepse ne serbët, një popull slav dhe ballkanik, jemi kështu, kur jemi të zemëruar dhe të shtypur nuk heshtim kurrë, por përkundrazi përtasim edhe më fort dhe kërkojmë shpëtimin ton. Dhe çdo brez është dashur të shpëtojë veten në një farë mënyre, si prindërit e mi dhe si diaspora, të cilëve ju desh të largoheshin nga vendi për të ndërtuar një jetë nga e para diku në perëndim, të mësonin një gjuhë të re, të kapërcelin burokracinë për të fituar qëndrim të ligjshëm dhe të ndërtonin një familje ku fëmijët e tyre kanë të gjitha mundësitë që ata nuk i kishin kurrë. Ata që mbetën sot të rinj të moshës time, që rrien në rrugë nga një grup paramilitar në kontrollin e drejt të autokratit Aleksandar Vučić, e bëjnë këtë jo vetëm për inat, por sepse ajo shembje i bënte njerëzit të ndiheshin të vetmuar, të padëgjuar, të përçarë dhe pa perspektivë për të ardhmen. Por e vërteta është se deri në atë tragjedi, të jetosh në Serbi nga jashtë, duket pothuajse normale. Është vërtet, ndonjëherë kishte demonstrata të dhunshme në rrugë, shpesh kishte zgjedhje të manipuluara dhe politika ishte një katastrofë totale, por në realitet, në rrugë, njerëzit dukeshin apatik, por ishte sikur thjesht të jetonin sipas standardeve të ndryshme nga ato me të cilat jemi mësuar. Por pas gjithë aty tymin në taverna, pas alkoolit, kafes dhe cigareve, pas merakut, goditja e fundit me çakiç po i jepej në arkivolin e demokracisë serbe, dhe pas atyre syve apatik, shihet një zemërim, frikë dhe trishtim i madh ndaj një regjimi autoritar që merr gjithçka për vete dhe dështon të mbrojë qytetarët e vet. Kur streu shemb, një popullsi e tërë u zgjua nga mpirja e tyre, e tërhequr nga studentët e guximshëm të universitetit. Ajri ndryshoi, tymi u qetësua, por qeveria e vuri re dhe reagoi. Ajo mobilizoi serbët më të varfër, ata që nuk kishin qasje në median e opozitës, dhe në këmbim të një shume të vogël parash, i shndroi ata në ushtar të Vučićit. Ata ishin atje për të mbrojtur parlamentin, pothuajse sikur të ishin shfaqur si qytetar të mirë, analfabet funksional të cilët, në maskën e të qenit student që duan të studiojnë, kishin jetuar për muaj të tërë në parkun e pionerëve të Beogradit, me strehim dhe ushqim të paguar nga qeveria, fal edhe mbrojtjes së gjerë dhe bujare të policisë. Këtë verë mora pjesë në një protest përpara se të bëjë e dhunshme, dhe ajo që ndjen kur je atje në fillim është zemërimi i një populli, por ndjen gjithashtu frikën dhe vetminë e madhe që shoqëron atë zemërim. Ndihesh kaq larg Evropës, pavarësisht se je në kufi, dhe ndihesh i persekutuar dhe i kontrolluar, edhe kur nuk proteston në mënyrë aktive, sepse je në një shtet pa të drejta dhe ke frikë se mos arrestohesh dhe shahesh publikisht në çdo moment. Ndihesha sikur dikush po më mbyste dhe mezi prisja të dilja përsëri në sipërfaqe, duke kaluar kufirin për të marrë frymë, por pyes veten pse ka një mungesë kaq të madhe interesi për këtë çështje këtu në Evropë. A jemi vërtet kaq indiferent dhe të privilegjuar që nuk kemi empati, ose nuk e kuptojmë atë që po ndodh vërtet përtej kufive tanë, dhe të mos e kuptojmë se kjo çështje mund të ketë pasoja katastrofike edhe për ne? Po ne në diasporë, ne që jemi në mes, ne vajtojmë, sepse dhimbja është e pashmangshme dhe e dim se, na pëlqen apo jo, ajo tokë do të jetë gjithmonë një shtëpi. Mundohemi të flasim për këtë me çdo që mundemi, por edhe ne, si unë ndërsa shkruaj këtë artikull, kemi frikë sepse gjithmonë ekziston rreziku i mos kthimit kurrë në atë tokë. I shohim studentët nga Serbia duke vraptuar dhe duke udhëtuar me biçikleta drejt institucioneve evropiane, dhe ndjejmë se Bashkimi Evropian nuk po bën mjaftueshëm, dhe ndjehemi pak të padobishëm dhe pak të dekurajuar.